Përshëndetje të gjithëve, kjo është hera ime e parë që do të flas me zë. Do të bëjmë së bashku një turte me kakao, ndajmë 4 vezë, pra. Nevojitën 200 gram sheqer, 1 sheqer vanilje, dhe I rajmë me mikser disa të trazohen votë së bashku me sheqerin. Trazojmë mirë, rahim pra vezët. Dhe të na formohet kjo masë. Pastaj marrim në 300 gram miell, shtojmë një pluhur për pjekje ose ndryshe peciv. Dhe marrim 2 lugë kakao gjellës, I shtojmë këtu në masë. Dhe marrim një lugë, t'i përzim së bashku. Dhe shtojmë në masën e fituar. Shtojmë 200 ml qumësht. Dhe përzim mirë. Përzim masën. Derisa në formohet një masë homogjene, siç po shikohet në video, pra. Kërkoj ndjes nëse bën ndonjë gabim, sepse është hera ime e parë dhe pak kam emocione. Shtojmë 250 gram gjallë ose ndryshe margarin. Dhe rahim së bashku. Kemi bërë pak kremuj. E lymë me margarin ose me gjallë për kallëpën që do të pjekim tortën. Dhe pjekim në furrë për 180 gradë për 35 minuta. Pasi të pjekët bëhet kjo masë, pra siç po e shikoni në video. Dhe për të shikuar se është pjekur mirë, do marrim një rëmues dhe do ta shpuajmë atë për të shikuar se është pjekur në të gjitha anët njësoj. Pjesa e sipërme lyhet me glazur. Unë për fat keq nuk pata, po e lyva me 2 çokolada. E shkriva, domethënë me pak vaj dhe qumësht. Ja si është bërë. Pjesën e sipërme dekoroni me çfarë të mundeni. Unë e kam dekoruar me ara. Mundeni me dekoru me kokos, me badim ose çka do të qoftë që keni në shtëpi. Ju boft mirë, ja shikoni si është bërë turtja. Është një turte e lehtë, e shpejtë për të bërë dhe e shijshme. Mos harroni të më bëni subscribe, like dhe share. E juaja receta shtëpiake të Gentës. Shikoni sa ëmbël ka dalë. Ju boft mirë.